mos funksionimit politik, po ja shesherin edhe ekonomia e vendit. Këtë e theksoi edhe Banka Botërore në raportin për shtatja për rritje të qëndrueshme që u publikua para disa ditësh. Aty thuhet se vonesat në formimin e institucioneve qeverisëse kanë ndikim negativ në ekonominë kosovare, çka për organizatat e kësaj fushe duhet ngrit alarmin. Jemi duke pritur një udhëzim administrativ që ndërlidhen për zhbllokimin e lejeve dhe licencave për një numër të madh kompanive në sektorin minerar dhe jo vetëm. Dhe sot ne nuk e dim kush do ta nënshkruajë në momentin që udhëzimi administrativ përfundon afatin kohor të marrjes komenteve dhe kontrollës ta çojmë kështu ligjore. Pa dikë që merr vendime, edhe çështjet më urgjente po mbesin në letër, përfshirë edhe çmimin e energjisë, që po rritet pas një reagim nga ekzekutivi në detyrë. Janë një numër çështjes që vijnë dhe që janë më urgjente të ndërmerren dhe kur nuk ke ti institucione funksionale, automatikisht gjithmonë do ta llogarisim që do të jemi në minus. Kjo situatë po konsiderohet se ndikon edhe në humbjen e investimeve nga jashtë. Asnjë investitor serioz nuk dëshiron që të investoj paratë tyre në një vend ku nuk ka një stabilitet politik. Edhe ministri i dorëhequr i financave, Hekuran Murati, shkroi të martën në Facebook se bllokimi i kuvendit vonon dorëzimin e kornizës afatmesme të shpenzimeve dhe ndarjen e granteve, duke kërkuar që partitë opozitare të ndihmojnë në formimin e kuvendit.